vitet të fundit kemi filluar të shikojmë kudo edhe në rrjetet sociale, po edhe mes miq të flasim për jogan. Në fakt është bërë një trend, është bërë një tendencë që kanë filluar ta ushtrojnë shumë. Jam shumë kurioze për të parë dhe për të kuptuar më shumë se si funksionon, se çfarë është në vetvete dhe çfarë e dallon nga të gjitha aktivitetet e tjera. Për të folur dhe për të kuptuar më gjatë, kam shumë kënaqësi që mëngjesin sot ta nis me Kelima Ali. Mëngjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për mua sa herë që viti. Edhe për ne patjetër, po do donim të dinim se në vetvete çfarë është joga, se kemi dëgjuar të flitet, ndonjëherë edhe e keq kuptojmë, mendojmë se thjesht të jemi të qetë, po bëjmë joga. Kështu që ndaj duam të dim konkretisht nga ju. Patjetër, joga është një filozofi jete, normalisht që gjithë secili nga ne mund të ketë një qasje për shëndetin ton, normalisht shëndetin ton mendor, fizik dhe për pjesën shpirtërore. Pra, pjesa shpirtërore patjetër këtë e bën ndryshimin, sepse për shembull disiplinat e tjera nuk e kanë këtë. Kurse joga është një disiplinë e cila ka një qasje holistike, e cila bën bashkimin e trupit, mendjes dhe pjesës shpirtërore, që është shumë e rëndësishme duke krijuar një lloj balance pra midis të trijave. Kurse me aktivitetet e tjera fizike, normalisht ne nuk e kemi këtë lloj qasjet, patjetër që na ndikojnë, por ndoshta pjesa shpirtërore edhe mund të harrohet, domethënë. Kurse në yoga, domethënë, jepet shumë rëndësi pjesës shpirtërore. Ajo është thelbi pra në vetvete i kësaj disipline. Disciplina nuk do e quajë sepse nuk është disiplinë, themi drejtën, dhe pse njerëzit e marrin si disiplinë, jo, nuk është disiplinë, është një filozofi jete e lindur në Indi, që patjetër ka përfitime të shumta. Më bërë përshtypje që po përmendim në këtë rast përpos pjesës shpirtërore që është si fokus dhe e bën të veçantë nga të gjitha sportet tjera, por në të njëjtën kohë edhe atë fizike. Dhe kemi parë që të paktën tradicionalisht kemi mësuar që kanë filluar palestrën, kanë filluar të ndjejnë ndryshime nga në aspektin fizik. Në këtë rast edhe yoga ndikon edhe në aspektin fizik. Pra fillojmë edhe shikojmë ndryshime, si ka mundësi, domethënë se ne themi që është për qetësi, por në të njëjtën kohë kemi edhe ndryshimet në këtë aspekt. Tani logjikisht nëse ne kemi një lloj qetësie tek pjesa jonë shpirtërore dhe mendore, kjo pastaj do na sjellë dhe atë pjesën fizike, domethënë, sepse ne do dukemi me një aura më ndryshe se sa të tjerët. Pra, janë dhe në momentin kur ne hym në një ambient, na duket pra ajo energjia jon pozitive, e rrezatojmë. Dhe kjo e bën ndryshimin më të madh se sa një disiplinë tjetër, që patjetër mund të jap domethënë përfitime në aspektin fizik, por jo më shumë domethënë se sa yoga në aspektin e energjisë, sepse këtu përfshihet edhe energjia. Pra, ne krijojmë një lloj balance edhe te pjesa jonë energjetike, që është shumë e rëndësishme, dhe kuptojmë edhe trupin ton. Duke kuptuar trupin ton, normalisht ne dim ta menaxhojmë më mirë veten dhe emocionet patjetër dhe energjinë tonë. Që ndikon patjetër. Po, tashmë kemi filluar të njohim më shumë, por ka lindur shumë vite më parë, ndaj doja edhe një farë kurioziteti dhe si ka evoluar nga vitet e mëparshme që ka qenë edhe është krijuar deri më ditët e sotme që ka filluar të jetë një praktike nevojshme dhe shumë e shpërndarë në njerëz të ndryshëm. Më përpara domethënë yoga ka lindur në Indi. Dhe më përpara praktikisht është marrë si një lloj rituali dhe në vetvete është një lloj rituali. Pastaj, në shoqëritë moderne, duke e parë që stresi është shtuar shumë, njerëzit e kanë aplikuar në përditshmëri, sepse kjo yoga redukton dhe jep një qetësi në nivel të neurotransmetuesit, duke ulur pra kortizolin. Dhe këtu kemi pastaj atë gjendjen tonë shpirtërore që na ndikon në përditshmërinë tonë dhe në punën që ne do bëjmë. Jemi më të qetë, kemi një menaxhim më të mirë të emocioneve dhe të stresit, dhe kjo normalisht në shoqërinë tonë moderne është shumë efikase dhe na bën të ecim më përpara dhe të kemi, domethënë, të përballojmë sfidat që ne kemi në jetën e përditshme. Ju keni kohë që merreni me sportin, por në të njëjtën kohë kemi parë që viteve të fundit ka filluar të bëhet një trend dhe një tendencë, ndonë se si po thonit një arsye që njerëzit kanë filluar ta përdorin këtë lloj praktikesh dhe stresi përditshëm edhe kryesisht janë këto vendet e urbanizuara që duan ta praktikojnë më shumë. Pse e kuptuan pikërisht tani? Çfarë ndodhi me kalimin e viteve që u bë një praktikë më e njohur edhe mbas edhe trend, është dhe cool si thua, që ta shikojmë se i kemi parë një marketing të jashtëzakonshëm edhe në rrjetet sociale, në njerëz, në biseda?
Tani, te kjo pjesa e marketingut, mendoj që edhe është keq përdorur, sepse pastaj hyn në pjesën superficiale, ku yoga në vetvete nuk ka një pjesë superficiale, në kuptimin që nuk i jep shumë rëndësi, domethënë dukjes, pamjes së jashtme, i jep shumë rëndësi pjesës shpirtërore dhe mendore. Ato pastaj normalisht e përkthejnë në një pamje fizike të mirë, patjetër. E thash edhe pak më parë, kur kemi një qetësi mendore dhe shpirtërore, patjetër kjo do përkthehet edhe në një pamje sa më të mirë. Por nuk i jep rëndësi kësaj dhe në yoga është shumë e rëndësishme, nuk ka ego. Pra, dhe kjo, domethënë, e zhbërthen totalisht këtë lloj disipline nga egoja, siç ndoshta mund të kemi në një aktivitet tjetër sportiv, ku ndoshta aty vetvetiu, domethënë, rritet egoja, duke parë edhe vetëm në pasqyrë, ne duam të jemi më mirë dhe nuk mendojmë për atë pjesën tonë mendore dhe shpirtërore se si mund të jemi, po thjesht diçka sipërfaqësore, e cila në vetvete nuk është se na jep shumë përfitime. Dhe kjo është vënë re, pra, dhe prandaj është domethënë një trend në thojza. Unë nuk do doja që t'ishte një trend, absolutisht. Unë do doja që njerëzit ta shikonin domethënë në një mënyrë tjetër, ashtu siç në vetvete është yoga, pra shpirtërore dhe për një qetësi mendore. Por problemi është edhe shumë studio e keqpërdorin këtë, duke e vendosur domethënë si një produkt. Dhe edhe vetën, domethënë ato profesor apo instruktor e vendosin vetën përballë klientave apo përballë një publiku për marketing si një lloj produkti. Dhe kjo është diçka që objektivizohet dhe këtu nuk më pëlqen absolutisht, them drejtën, sepse nuk ka një lloj përfaqësimi të tillë. Yoga në vetvete, pra tham, është një qetësi dhe ashtu duhet të transmetohet. Jo thjesht atë pjesën sipërfaqësore, sepse pjesa fizike nuk ka rëndësi. Gjithë e cili ndihet mirë me trupin e tij. Patjetër ne duam të kemi përfitime në nivel fizik, por është si ajo molla, domethënë, që përjashta duket e bukur, po për brenda pastaj nuk është edhe aq e mirë, pra është e kalpur. Kështu që ne nuk duam që të arrijmë në këtë lloj niveli, por duam që të jemi të qetë emocionalisht dhe shpirtërisht. A mund të kthesh një bumerang se po thoje që nuk ka atë garën edhe atë dëshirën për të fituar në këtë rast? Se kemi parë që në sportet të ndryshme, njerëzit janë paksa tendencios për të fituar, për të pasur atë garën me emrin e tyre të parën. Si funksionon në këtë rast? I afron më shumë apo i largon njerëzit kjo qasje? Se do jenë për veten, domethënë, dhe kanë përshtypjen që për të arritur te procesi që ta kuptojnë që aty janë për veten e tyre, është paksa më e vështirë dhe ndoshta disa prej tyre mund të distancojë edhe t'i largojë. Atëherë, disiplinat domethënë që janë në grup janë problematike në thojza, sepse në momentin që ti bëhesh një pjesë e një grupi, patjetër varet se si ti e menaxhon situatën, ti shikon edhe njerëz të tjerë dhe mund të bësh një krahasim, pra, me vetën edhe me të tjerët, duke shikuar format e tuaja fizike dhe të atij tjetri që është pjesë e kësaj klase. Dhe aty domethënë fillon në thojza një lloj egoje ku thua, pse mos ta kem edhe unë një trup të tillë, pse mos t'jem edhe unë. Dhe këtu, domethënë, në yoga është e kundërta. Në yoga ti krijon një lloj komuniteti ku gjithë secili shpërndan energjinë e tij dhe merr nga energjia dhe pastrohet më saktë, sepse në momentin që ti shkon në një ambient ku bëhet yoga dhe meditim patjetër, sepse edhe meditimi është një pjesë shumë e rëndësishme e përfshirë në yoga, ti pastrohesh nga çdo lloj energjie, nga çdo lloj problematike që ti mund të kesh. Dhe aty ti bëhesh pjesë e një komuniteti ku për ty është e rëndësishme, domethënë, që t'jesh vetvetja dhe t'jesh në komunikim me trupin tënd, sepse është shumë e rëndësishme të kuptosh veten nëpërmjet trupit tënd. Trupi gjithmonë flet. Dhe në momentin që ti arrin të kuptosh trupin tënd, atëherë ti ke arritur një nivel tjetër dhe ke bërë, domethënë, një hapjen e çakrave, siç thohet edhe në yoga, ku ti je më i lirë dhe shumë gjëra të vogla ty nuk të bëjnë përshtypje dhe aty është forca më e madhe, mendoj unë, për çdo njeri.
Ndërkohë, nëse ndalemi tek profesionistët e fushës, ata që mësojnë dhe ushtrojnë në këtë rast të profesion për të mësuar dhe për të bërë të tjerët pjesë të jogas në Shqipëri, ka shumë të tillë ose a ka të mjaftueshëm të tillë që arrin të bëjnë këto ushtrime, mësime? Të mjaftueshëm, patjetër që ka të mjaftueshëm, por nuk është vetëm sensi sepse ne shqiptarët shohim një reels aty në Instagram që bëhet një pozicion, një asana që mund të jetë e vështirë, ku dhe më thënë është implikuar shumë muskujt dhe ka patjetër një forcë fizike, por nuk ka atë pjesën shpirtërore, pra, dhe më thënë, gja dhe mënyra se si ti e transmeton atë gjë, duket që është diçka si përfaqësore që i jep rëndësi pjesës fizike dhe jo asaj që në të vërtetë përfaqëson yoga. Dhe këtu mendoj që instruktorët unë nuk jam kundra marketingut absolutisht, por mendoj që nuk duhet të keqpërdoret, siç po keqpërdoret në Shqipëri edhe në Europë, besoj. Pra duhet kalojmë në një nivel tjetër dhe një disiplinë siç është yoga apo siç janë disiplinat tjera të përfaqësohen në një mënyrë të denjë dhe të japin atë çfarë në të vërtetë kanë në konsistencë, sepse ne edhe mund ta keqpërdorim, domethënë, dhe mund t'i bëjmë dëm, domethënë, një personi. Dhe nuk e di, domethënë, asnjë profesionist ose më saktë nuk quhet profesionist ai që arrin në këto lloj pika. Është më mirë ndoshta të vazhdoj diçka tjetër, një profesion tjetër, se sa të bëj diçka që mund t'i japi dëme, domethënë, dikujt tjetër. Ndërkohë, nëse kalojmë tek programet e shkollave apo universitetet, e shihni me vlerë të ishte pjesë e këtyre programeve dhe që në shkolla, për shembull? Kjo do ishte vërtet interesante, domethënë, do ishte një çështje ambitore, sepse do jetë vërtet shumë produktivitet në qoftë se do ishin pjesë të universiteteve apo pjesë edhe të kompanive, siç bëhet për shembull në Finland, dhe kanë domethënë që janë domethënë disiplina si yoga të ndryshme që janë për relaksimin mendor dhe për të mos kaluar dhe që punojësi nuk kalon në burnout. E kupton, domethënë e parandalon këtë pjesë nëpërmjet jogës. Pra janë struktura, metodologji pune të cilat amplifikohen në kompani të ndryshme apo në universitete dhe ju japin përfitimet dhe nuk është vetëm përfitim punojësi, por përfitim edhe kompania, sepse një kompani e cila domethënë ka punojës të cilët ndjehen mirë dhe janë të qetë emocionalisht dhe shpirtërisht, patjetër janë produktiv dhe këtë e dim domethënë, a priori. Po nëse kalojmë sërish për bërë një farë diferencë edhe për ata fillestarët që sapo nisin, po në të njëjtën kohë edhe ata që kanë kohë, sa do ishte koha ideale për të shpenzuar për yoga, sa herë në javë mbase apo edhe orët që duhet kalojnë në ditën e tyre të jogës? Për një person i cili nuk ka bërë asnjëherë yoga, normalisht do ishte mirë që të vazhdonte me 30 minuta, por të bëjë një yoga të ngadalt, jo power yoga, sepse edhe yoga ndahet. Pra një yin yoga, e cila është më ngadalt, që në fillesat, domethënë, të një praktike, normalisht klienti kupton pjesën e frymëmarrjes, që është diçka shumë e rëndësishme, shumë thelbësore, sepse ne normalisht me anë të frymëmarrjes ne aktivizojmë sistemin nervor parasimpatik, i cili është ai që ul pra atë presionin që ne mund të kemi në trupin ton për gjendjen tonë emocionale dhe shpirtërore. Dhe duke aktivizuar këtë me anë të frymëmarrjes dhe frymëzierjes, normalisht ne shohim benefitet. Dhe është e mira pra që të kuptohet kjo pjesë, pastaj të futemi të kanalizohemi në pjesën e asanave, pra pozicione, e quajtur ndryshe me gjuhën e jogës, dhe të vazhdojmë gradualisht dhe të mësojmë pozicionet e duhura që kemi në program. 30 minuta the, por e shpërndarë në javë, për shembull duhet të jetë për 3 herë në javë, besoj do ishte mirë, domethënë, minimumi 3 herë në javë do ishte perfekt. Dhe për dikë që ka kohë që merret me yoga? Për dikë që ka kohë, jo. Për dikë që ka kohë mund vazhdojnë në nivelet të ndryshme, sepse normalisht yoga ka ato nivelet e veta ku ti ke një performancë më të mirë, shpirtërore dhe mendore, po ashtu edhe fizike, ku ti normalisht mund provosh asana edhe më të vështira që patjetër ta lejon trupit. Gjithmonë është shumë e rëndësishme që ne ta dëgjojmë trupin, sepse trupi flet, na flet gjithmonë. Mos ta injorojmë as në rast. Diçka tjetër që e dëgjojmë ne edhe me njëri tjetrin janë edhe kostot e shtrenjta që mund të jenë nga studiet
ndryshme për shembull. A është në vetvete e kushtueshme dhe sa mund të kushtoj për shembull një orë yoga që mund të bëhet individualisht apo edhe në grup për ditur për të kuptuar më shumë? Tani tash do dalim te pjesa e biznesit. Te biznesi, sepse kemi parë që është bërë një biznes i fuqishëm, motor ekonomik. Absolutisht. Tani, normalisht është me zona. Patjetër, si në çdo... Është me zona, në kuptimin që zonat më të mira normalisht kanë çmime më të larta. Zonat të cilat janë pak më të mira, normalisht kanë çmime pak më të larta. Po një farë mesatar. Por nuk do thot që aty ku është çmimi i lartë, aty ka një lloj profesionalizmi absolutisht. Mendoj që nuk është domethënë a priori ajo, që neve na bën që këtu ka një çmim të lartë dhe unë të shkoj. Jo, absolutisht, nuk do thot as dhe gjë, pastaj ajo kuptohet në momentin që ti bën klasën. Kjo është gjë e rëndësishme dhe patjetër edhe certifikime që mund të ketë instruktori. Kështu që patjetër është një disiplinë e cila është e kushtueshme sepse shumë njerëz e përdorin edhe për psikoterapi për shembull. Shumë psikolog, psikiatër e fusin në psikoterapi. Që do të thotë nuk ju japin medikamente, që mund të jenë edhe medikamente, suplemente bimore të cilat ulin, domethënë stadet ansioze të njeriut, por i domethënë kanalizojnë tek një psikoterapist i cili bën edhe yoga ose një instruktor joge që merret me meditim. Sidomos në këto lloj situatash pra ku kemi episode të ankthit, atakut panikut apo edhe depresionit që janë shtuar shumë normalisht nga urbanizimi, ne normalisht aplikojmë domethënë teknika të meditimit, sepse meditimi është një element shumë i rëndësishëm për gjithë ato që nga ankthi, nga depresioni dhe nga ataku i panikut. Kështu që unë patjetër që i rekomandoj njerëzit që të bëjnë meditim dhe larg medikamenteve. Unë jam shumë kundra medikamenteve, sepse kanë efekte kolaterale. Sa do, kanë efekte kolaterale, kështu që do ishte më mirë që njerëzit të zgjedhin një rrugë pak më gjatë, se sa rrugën më të shkurt. Kjo rruga më gjatë me më shumë profitime, patjetër. Pastaj, më falë që po të ndërpres, pastaj absolutisht që ankthi dhe depresioni dhe ataku i panikut normalisht kanë nivelet e tyre, që do të thotë ka raste ku një pacient nuk mund ta kaloj situatën e tij me meditim apo me yoga, dhe aty patjetër që është psikiatri i cili do i japi medikamentet. Por si fillim njerëzit duhet të provojnë, domethënë këtë lloj qasje holistike e cila ndihmon shumë tek sistemi jonë nervor. Dhe si përfundim mesatarja e një ore yoga, sa mund të kushtojnë edhe pse në zona të ndryshme që mund të kemi atë çmimin për ta ditur edhe për të qenë tek 6.500 lek. Që është një orë yoga që mund të bëhet për secilin. Jo një orë, domethënë mujore, është mujore. Po, jo, se do ishte, po kemi dëgjuar në fakt edhe shifra të frikshme për shembull. Nëse flasim për personal trainer, po. Sa mund të jetë një orë për shembull për personal trainer? 25 euro, le të themi. Që mund të jetë për një orë që mund të bëjë nëse është personale. Duket sigurisht është një treg që do vazhdojë, do rritet edhe tendencë, kështu që shpresojmë vërtet që njerëzit ta kuptojnë rëndësinë. Unë them sa mirë që ekziston, sepse ne kemi mundësi që të parandalojmë efektet negative pra të stresit. Faleminderit shumë që ishe me ne sot për të sjellë të gjitha këto informacione të dyera.